Përshëndetje. Të nderuar pjesëmarrës, kam kënaqësinë që të fitoj në çelin e panairit të bioturizmit Shijo Korçë dhe festivalit të kulinarisë Korçar. Aktiviteti organizohet nga Këshilli i Qarkut të Korçës me mbështetjen e projekteve praktikat inovative në bioturizëm dhe projektit nxitja e bashkëpunimit dhe mobilizimit për krijimin e grupeve ekonomike. Projektet këto të financuara nga Programi Bashkëpunimi Ndërkufitar IPA, Greqi Shqipëri 2007-2013. Në këtë aktivitet në nderojnë me pjesëmarrjen e tyre përfaqësuesit e delegacionit evropian në Tiranë, partnerët brek pjesëmarrës në këto projekte, si dhe drejtues të pushtetit qendror dhe vendor. Pjesëmarrësit në këtë aktivitet do të njihen me bukuritë e rajonit, do të shijojnë kuzhinën tradicionale korçare, të shoqëruar nga tingut e serenatës korçare që janë prezent në çdo eveniment kulturor. Për të çelur këtë aktivitet, fjalën e hapjes e ka kryetari i Këshillit të Qarkut të Korçë, zoti Landi Bushi. Të nderuar pjesëmarrës në këtë panajër, të nderuar përfaqësues të delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, të nderuar drejtues të institucioneve vendore të rajonit të Korçës, të nderuar partner grek, i nderuar zoti konsul. Është në kënaqësinë time që të hap aktivitetin Shijo Korçë, organizuar nga Këshilli i Qarkut të Korçës në mbështetje në projekte të financuara nga Bashkimi Evropian në kuadër të programeve IPA 2007-2013. Fillimisht duhet t'ju drejtoj me një falënderim përfaqësuesve të delegacionit të Bashkimit Evropian për mbështetjen që i ka dhënë rajonit të Korçës me projektet që implementohen në fushën e turizmit, si një nga fushat më të rëndësishme të zhvillimit ekonomiko-social në përputhje dhe me strategjinë kombëtare të zhvillimit. Qëllimi kryesor i këtij panajiri është promovimi i mitejshëm i bioturizmit në rajonin e Korçës, ku produsëve të kësaj zone do t'u jepet mundësia që të paraqesin produktet e tyre bio-natyrore në Korçë. Rajoni Korçës është një rajon me avantazhe turistike në Shqipërinë juglindore dhe promovimi i këtyre burimeve me fokus bioturizmin shihet si një alternativë zhvillimi ekonomik për qarkun e Korçës. Rajoni përmbledh burime të pasura natyrore siç janë malet, liçenet, flora dhe fauna unike, trashëgimia kulturore, arkeologjike dhe fetare, gastronomia, si dhe pika atraksioni të eksperiencave sociale në pjesën e fshatrave piktoresk të rajonit. Duke pasur gjithë të pasurit të madhe natyrore dhe kulturore, ajo që ka nevojitet të zhvillimi praktikave më të mira të bashkëpunimit edhe me partnerët tanë grek për të çuar kështu në rritje më të madhe të numrit të turistëve në rajonin e Korçës. Bioturizmi, si një produkt, ju ofron vizitorëve një eksperiencë që sjell së bashku tërësinë e jetës në zonë dhe aktivitete që zhvillohen së bashku tërësinë e jetës në planin natyror dhe atës social. Produkti bioturizmi është një formë multitematike e turizmit, e cila bashkon bioturizmin, agroturizmin dhe turizmin kulturor, historik, fetar dhe pjesëmarrjen dhe eksperiencën sociale të komuniteteve të rajonit të Korçës. E rëndësishme për ne është që të rritim shkallën e përdorimit të këtyre pasurive, që të krijojmë vlerën e shtuar në rajon me interes të komunitetit lokal. Një rol të rëndësishëm merr bashkëpunimi ndërkufitar, ku pala shqiptare duhet të ndikojë fort në zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta me fokus turizmin dhe duke përmirësuar cilësinë e shërbimeve dhe produkteve në lidhje me zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Zhvillimi i përgjithshëm në këtë bashkëpunim është që ne të inkurajojmë bashkëpunimin ndërmjet institucioneve dhe subjekteve në rajonin kufitar në mënyrë për të krijuar qasje të përbashkëta në lidhje me forcimin e aktiviteteve lokale dhe ekonomike si dhe zhvillimin e burimeve njerëzore. Unë po përfundoj fjalën duke uruar punë të mbarë në punimet e këtij panajiri që të shijojnë produkte bio si dhe aktivitetet argëtuese për ta bërë rajonin e Korçës më atraktiv për komunitetin dhe turistët e huaj. Punë të mbarë dhe faleminderit. Agni Vladianos Arvanitis, presidente e fondit të organizatës ndërkombëtare të biologëve.
I think I will speak in English or Greek. What do you prefer? I don't speak Albanian, not yet. I will be translating. Yes, please translate. Pra, zonja do të vendosin që do flas anglisht apo greqisht, kështu që unë do t'i mundsoj përkthimi dhe zonja do të flas anglisht. No Albanian yet. Nuk mund të flas anglisht akoma. So, biotourism. Let us see, basically the meeting that we have is on transboundary cooperation, Korça Prespa. Pra, të flasim për bioturizëm, kemi parasysh që ky takim përfshin zona ndërkufitare të Korçës dhe të Prespës. I only will have 1 minute to speak to you. So what I want to convey to you is one strong message. Ajo që unë dua të përçoj juve është një mesazh shumë i fuqishëm. We possess bios. Ne kemi bios, produkte bio. We possess it. Pra ne i kemi ato. With our technology have made progress to understand the space around us, galaxies. We don't know as yet another planet that has bios. Pra në qoftë se teknologjia na ka mundësuar ne të njohim botën rreth nesh, galaksinë, universin total, ne nuk e dim akoma që ne kemi një planet në vete i cili është bio, pra produktet bio. So today in Korça we'll be discussing biotourism. Pra sot në Korçë do të diskutojmë turizmin bio. It's so important to understand that every second that passes by, a huge miracle is taking place, the miracle of life. Është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë se çdo sekondë që kalon i lëvëndet një mrekullie, dhe ajo është mrekullia e jetës. So all aspects of our efforts, be it economic, be it philosophical, diplomatic, all need to be revised in terms of the gift we have, the gift of life, bios. Pra, i gjithë spektri i përpjekjeve tona, qofshin ato ekonomike, qofshin ato sociale, duhet të rishikohen në mënyrë të tillë që ne t'japim rëndësi në gjë më të rëndësishme që është jeta. So we wake up every morning as multi-millionaires. Ne zgjohemi çdo mëngjes si multimilionerë. Because who would give his life away? Sepse kush do të ishte ai i cili do të ishte dorë nga jeta e tij. So all these other aspects of our efforts are important, but the primary thing is that we have the gift of life, the joy of life. Ne të gjitha le të themi pikët tjera janë të rëndësishme, por ne kemi gjë më të rëndësishme që është jeta dhe kënaqësia e të jetuarit. We don't want all parts of the body to be the same. Ne nuk duam që të gjitha pjesët e trupit tonë të jenë të njëjta. Differentiation is a wealth. Le të themi ndryshimi midis tyre është një pasuri. So difference in language, difference in religion, difference in plants and animals, difference in our culture is what we have to save. We have to save it and work together with joy to become rich. Because if all the parts of the body are interdependent, if the hand suffers, the heart suffers. If it is darkness we have, the whole body gets sick. So the body of humanity, the body of bios, to stay healthy, we have to understand that all the parts depend on each other. Pra, ajo që e bën interesante jetën tonë është të janë ndryshimet kulturore, ndryshimet e besimit fetar, ndryshimet ekonomike. Ashtu sikurse në qoftë se një pjesë e trupit tonë do të vuante, në qoftë se duart do të vuanin, zemra gjithsesi do të vuante. Pra ne duhet gjë më e rëndësishme që kemi në këtë botë është kënaqësia e jetës dhe kënaqësia e të qenurit të gjithë bashkë për një mision të vetë. Korça is a beautiful place. Korça është një vend shumë i bukur. And I feel as though we work together for a better future, for respect for life and new profit with biotourism. We will be discussing these issues at the hotel where my friends have organized a beautiful event. So we'll be all together searching for the values for these new dimensions in our life. Unë ndjej se Korça është një vend i bukur dhe ne të gjithë do të punojmë së bashku për një jetë më të respektuar, për një jetë më të mirë. Në detaje të gjitha këto çështje do të diskutojmë së bashku në eventin që do të zhvillohet te Hotel Grandi pas këtij aktiviteti.
Thank you so much. Faleminderit, të nderuar pjesëmarrës. Turizmi përbën pa diskutim një nga potencialet ende të pa eksploruara për zhvillim ekonomik në rajonin e Korçës. Pozicioni gjeografik, bukuritë natyrore të rajonit duke filluar nga liçenet dhe deri në fshatrat malore, tradita dhe trashëgimia kulturore dhe historike e rajonit dhe qytetit të Korçës, përbën pa diskutim një bazë për të hedhur themelet e një turizmi të qëndrueshëm në rajonin e Korçës. Në rast se flasim për llojet e turizmit të cilat mund të zhvillohen në këtë rajon, pa diskutim që edhe bioturizmi është nga llojet e turizmit që mund të zhvillohet në rajonin tonë. Është lloj turizmit i cili synon dhe arrin jo vetëm përfitimin ekonomik, por dhe harmonizimin e zhvillimit të turizmit me mjedisin apo me komunitetet lokale. Rajoni Korçës, siç e thash, ka gjitha potencialet për zhvillimin e turizmit. Mua më vjen mirë që ky aktivitet i sotëm, pra ky panajir, organizohet në zonën këmbësore të qytetit të Korçës, një hapësirë e rikonstruktuar së fundi, e cila në një lloj kuptimi shkon edhe në linjë me bioturizmin, sepse është një hapësirë njësore ndaj njerëzve dhe larg zhurmës dhe vendotjes mjedisore. Dëshiroj të ftoj edhe një herë të gjithë pjesëmarrësit këtu apo dhe të tjerët që na ndjekin të vinë dhe të shijojnë Korçën. Ju faleminderit. Mirëdita të gjithëve, mirëmëngjes. Να καλωσορίσω και εγώ την κυρία Αγλή Βλαβιανού Të uroj mirëseardhjen zonjës Agli Vlavianu και να την ευχαριστήσω γιατί μας έκανε να αισθανθούμε λίγο, έστω και για λίγο, πολυεκατομμυριούχοι. e cila na bëri për pak të ndjehemi milioner për një moment. Και είναι αλήθεια αυτά που είπε, πραγματικά το δώρο της ζωής Dhe këto që tha janë të gjitha të vërteta, ανεκτήμητο και πραγματικά μας κάνει όλους να αισθανόμαστε πλούσιοι. janë me vlera dhe na bëjnë të gjithë të ndjehemi të pasur. Η περιοχή της Κοριτσάς και των Πρεσπών Zona e Korçës dhe e Prespës είναι μια περιοχή η οποία προσφέρει ευκαιρίες καταπληκτικές, πραγματικά, është një μοναδικές, zonë e cila ofron gjëra të veçanta dhe të vlefshme για την ανάπτυξη του mrekullira τουρισμού, për zhvillimin e turizmit, που πιστεύω ότι έχουν μείνει αναξιοποιητές για πάρα πολλά χρόνια. të cilat kanë mbetur të pa shfrytëzuara për shumë vite. Με την πρωτοβουλία που αρχίζει από αύριο κιόλας, Me iniciativën e cila fillon që nesër, πιστεύω ότι αυτό το απαράδεκτο κενό μπορεί να καλυφθεί. besoj se ky hapësirë boshe do të mbulohet shumë mirë. Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο που αρχίζει Uroj suksese aktivitetit që do të zhvillohet και στη συνάντηση που θα γίνει αύριο και μεθαύριο στις Πρέσπες. dhe në takimin që do të zhvillohet nesër dhe pas nesër në zonën e Prespës. Και θα ήθελα να καλέσω όλους σας Dhe doja të ftoja të gjithëve να συμμετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια të merrni pjesë në këtë përpjekje, në këtë aktivitet, σαν πρώτο βήμα στην συνάντηση που θα οργανωθεί σε λίγο στο ξενοδοχείο si një Grand. hap i parë në aktivitetin që do të zhvillohet pas pak në Grand Hotel. Σας ευχαριστώ πολύ. Ju falenderit shumë. Me emër të projektit Praktikat Inovative në Bioturizëm, fjalën e ka zonja Endela Pingulli. Përshëndetje, jam profesuese biologe të Shqipërisë, që është organizata që është lider në projektin nga pala shqiptare. Kam ardhur disa herë në Korçë për aktivitete nga më të ndryshme dhe është kënaqësi të vim tani për një aktivitet mbyllës, që është ky panajir, që jep mundësinë bizneseve korçare që të tregojnë vlerat dhe të tregojnë mundësitë e tyre ekonomike. Ndërkohë, aktiviteti ka një aspekt internacional, i cili të më ndërkombëtar, në bashkëpunim me Prespën jemi munduar që të krijojmë një paketa bioturistike, të cilat do t'i japin mundësinë rajonit që të përfitojë nga ana ekonomike. Dhe konferenca që po diskutojmë dhe që po mbajmë te Grandi mbas hapjes, do të ketë pikërisht mundësinë që t'i japi jehon vlerave natyrore, kulturore, tradicionale të Korçës
Gjithashtu të flasi për mundësirat dhe avantazhet dhe se si mund të përfitojmë nga ana ekonomike aktorët lokal, të cilët do të jenë në konferencë bashkë me ne për diskutim. Ju falenderoj. A vje kështu real life kemë, nuk bënë prerje. Ka që televizore. Këtë të bësaj në ebë në një lek. Si moment che ci succedono nelle tonde. Non lo so. Queste capo così. Caramelato piano. Diciamo a noi le tradali certi la corona. Scusa, ma stai giusto ci portare. Vedi, Anche mi festivano anche la cinta, proprio vogla. Oh! Organizzatori. Kjo është belushk? Është belushka që po më prejme? Liza, se duhet të marrësh tash si tan po se di, se duhet vinë organizatorë. E po mirë, mos u vën në sikletë, që është sistem. Ma ndjen pikë. Ka dhënë? Tam sa po. Ai ruaj kukuricë. Pastaja. Pastaja. Çfarë do të thosh? Po, çfarë më thua? Mos e në. Moj dong. Po të latë sa. Fillojmë më vonë shpërbaj. Pak më vonë. Po. Si leka.